Ja ku jemi rrisë. Me siklet, me kësho... Jo, me thënë të drejtën me ata të dy nuk kam turp. Jo, pra, do më thënë, sepse ti më thej që Adelaida, ose të dy bashkë ata mund të kenë abuzuar pak me ushqimin. Jo, pastaj të roqja, thash direkt Adelaida. Unë për Adelaida më dorë në zjarë. Për Emili mund të ketë toleruar ndonjë. Nisur nga ajo që na tha herën e fundit. Një vit mbar. Mirëmëngjes, Adelaida. Dhe ti më thej që mirë se ri erdha, mirë se të rigjeta. Se kam qenë apo s'kam qenë unë, ju keni qenë këtu në studio. Dhe kjo është shumë kënaqësi e madhe për mua. Po tani nisim vitin dhe duke me siguri jemi pak në panik. Kemi dëmtuar mëlçi, kemi dëmtuar vesh, kemi dëmtuar lëkur. Do ta filloja pak më ndryshe. Ne si Ballkan kemi problemi më të madh. Bollëkun financiar e kthejmë në bollëk në të ngrënë. Do të thotë që e duam tryezën plot, duam shumë llojshmëri, vim nga një traditë që viti i ri nuk kalon thjesht me një baklava, po duam dhe kadaifin, duam dhe ato biskota, duam dhe ato kurabie, duam dhe ato sallatën ruse, duam dhe gjithë llojet e mishrave në tavolinë. Mos kthehemi pastaj në pjesën e djathtrave proshutave këto. Kështu që mëlçim patjetër e lodhim, veshkat patjetër që i lodhim, por dhe bazën e trupit, zorën ton, ajo që është truri i dytë i njeriut, por në të njëjtën kohë është përcjellësi i të gjithë, është deleguesi i patologjive, neve e torturojmë. Kush ka qenë abuzuesi më i madh, le të themi kështu, nga ushqimet për trupin e njeriut, nëse ka konsumuar çfarë? Jemi alkool përdorues. Jemi grur, ose më saktë shumë grur përdorues. Jemi proteinë shtazore të pa kombinuar bukur. Nuk jemi kundra proteinës shtazore, por kombinimi është zanafilla. Do të thotë që neve një proteinë shtazore kur e kombinojmë keq, mund ta kombinojmë për shembull me grurin ose me laktozën, automatikisht neve i hapim punë trupit ton, rrisim inflamacion, rrisim meteorizëm, rritim niseshten, amidonin. E kam fjalën, pra kush na ka dëmtuar më shumë? Ai mishi na ka dëmtuar, ëmbëlsirat, alkooli. Jemi pa orare, jemi pa kulturë ushqimore, jemi në bollëk, jemi në sasi se është viti i ri, se festojmë, po harojmë që është bukur të jetë çdo ditë 365 ditë të vitit të jetojmë në vit të ri. Po të paktën atë e kemi bërë të gjithë, është e sigurt që proteinën shtazore kemi kombinuar me laktozën, me grurin, pra një pjesë shumë e madhe e ka bërë këtë gjë se mjafton të çosh tavolinën. Edhe një moment e ke kapur veten duke ngrënë proteinë shtazore nga ana tjetër. Patjetër. Këtej mish, këtej sallatë ruse. Qëllë që ishim dhe dje, por jemi dhe sot, jemi në të njëjtat mendim. Jeni bërë një dyshe fantastike. Jemi në të njëjtën linjë dhe nuk jemi strikt, por jemi logjikues. Për shembull ti Emil ku lëshove pe? Sepse i kështë hequr 8 kg për para. Hoqa 8 kg, sepse dje që të shtoja 2 minimalisht gjatë... Sa shtove? 2 shtova. Jam shumë strikt të pesha, do më thënë e kontrolloj shumë kollaj, dhe jo vetëm të vetja. Po hëngre baklavat pak? Nuk e ha baklava. Asë një lojë ëmbëlsire? Jo, asë një lojë ëmbëlsire. Përveç akullores. Kjo është thjesht hëngra një akullor. Nuk e hases të pëlqen apo thjesht ti je strikt në mendjen tënde? Jo, nuk e kam fare te pjesa që unë duhet mbaj veten. Thjesht trupi ndonjëherë mësohet me të njëjtin regjim dhe ti nuk e ke problem që të konsumosh këto ushqimet. Për shembull panetone ishte të vit, ishte një nga ushqimet më preferuara nga të gjithë. Vërtet. Dhe më e keqja ishte që nuk e kishin mbaruar panetonen në datë 1 dhe 2 dhe thonin që deri në datë 5 po ja lejoj vetes që ta konsumoj këto ditë derisa ta mbaroj. Po se të vinë shumë dhurata gjatë kësaj periudhe. Ke shumë panetone në shtëpi, e kupton? Po, e vërtet. Tani nuk fola si një person i cili ka marrë dhuratë në panetone. Por një njeri i palestruar, e ndjen më lehtë, le të themi, këtë abuzimin? Shumë herë më lehtë. Sepse ti ke krijuar masë muskulare, muskuli do të harxojë më shumë kalori dhe ti ja lejon vetes që të konsumosh disa ushqime që përbëjnë atë pjesën e keqe që mund themi te kjo, por nuk duhet harrosh që pas këtyre duhet fillosh përsëri atë regjimin ushqimor siç e ke pas më përpara, se ndryshe ti e te kalon edhe shkon mbi ajo gjë. Domethënë ti do kesh më shumë kohë për të rikthyer te vetja. Po, patë ndonjë nga klientët tua që thanë që kemi abuzuar, kemi shtuar kaq kilogram, si do t'ja bëjmë? E vërteta është që
i kam mbajt deri në datë 31 në kontakt të gjithë dhe në datë 5 që erdhën në palestër kanë qenë të gjithë 2 kg më pak. Më pak. Kanë qenë 2 kg më pak. Pra, si është kjo, apo thjesht i ke mbajtur me atë presionin e mirë, le të themi që të pashë hëngre? Të pashë hëngre, di që do të bëja ajo 1 orë e gjysmë në pisë do të lë. Jo, por urimi i dhunshëm për vitërin. Dija se si ti menaxhoja vaktet e tyre. Nëse do konsumonin një vakt që kishin shumë kalori ose shumë sheqer, e dje se çfarë ti thoja për vaktin tjetër, çfarë të konsumonin. Është e gjitha balancës, nëse ti di të ruash të balancën, ti nuk shkon mbi peshë, ndonjëherë shkon edhe nën peshë. Po tani e marrim fakt të kryer që është abuzuar. Kush më shumë e kush më pak është abuzuar në farë mënyrë. Kush me alkoolin, kush me djatrat edhe me mishin, secili ka pasur ato preferencat e veta. Tani kjo është fakt, çfarë të bëjmë? Si ta pastrojmë neve trupin? A ka ndonjë metodë, ndonjë teknikë, ndonjë ndoshta ushqim ose pije ose detox nëse sugjerohet, ndonjë gjë magjike? Magjia është vetë njeriu, magjia është dora jon që ushqen gojën, magjia është pjata jon. Kemi probleme më të madh. Do të thotë që ne jemi të varur nga rrjetet sociale. Marrim informacione, keq informacione abuzuese, drastike. Çdo njeri di çfarë ka brenda vetes së tij. Një individ që ka sëmundje kronike do një regjim tjetër ushqimor. Një individ që vete në palestër, një individ që ka një punë krahu, që ka punë fizike, një individ që ka punë jo fizike, çdo kush duhet të di si të ushqehet e para. E dyta, nuk kemi nevojë për dieta drastike, 3 ditë pak të, 3 ditë pa të, 3 ditë pa të. Absolutisht, se ne jemi ata që i themi ha individit, ne jemi ata që i themi mos ha individit. Do të thotë që nuk mund të japim receta me gjalp të shtuar, me margarinë të shtuar, me brumra të shtuara dhe pastaj themi që dëgjoj, ne i dham këto receta, po tani fillo dhe bëj si them unë, bëj 3 ditë, 7 ditë, 6 ditë. Mjafton të ulim vaktet. Mjafton të ulim doza ushqimore, mjafton të eliminojmë komponent. Do të thotë që çfarë do të eliminojmë për alkool tani. Nuk kemi nevojë më për atë baklavan tani. Nuk kemi nevojë të shtojmë brumrat në tavolinën tonë. Mjafton të rim në pjesën shtazore, por dhe ajo jo me kufi të i kaluar, pse çdo individ ka një patologji brenda vetes së tij. Dikush që ka një sëmundje autoimune nuk mund të ushqehet njësoj si dikush që nuk ka asnjë gjë. Dikush që vua nga një diabet ose një kolesterol nuk mund të ushqehet njësoj si dikush që palestrohet 3 orë në përditshmëri. Po qartë, sasi e ujit si duhet jetë? Absolutisht 6, 8, 10, 12 gota e shoqëruar jo vetëm ujë. Mund të kalojmë atë fjalën detox nuk e pëlqej fare, se njeriu nuk ka nevojë të jetojë atë që po thoshim dhe pakën përpara të jetë o bobo, e bëra, jo nuk e bëra, kur do e bëj. Të fusim çajrat, të fusim lëngjet. Cili është ai çaj që mund të na përmirësojë sa do pak? Anisoni, ylli anisonit është mrekulli për sistemin ton. Lulja e basamit, çaji i finokut, selino, mjafton çfarë kemi në raftin ton të frigoriferit, ne e kthejmë në një pastrim metabolik. Por duke shtuar sa më shumë fruta, perime, sallata. Jemi në një stil shumë të bukur që kemi gjithçka për tavolinën tonë. Kështu që nëse ulim, por jo të ulim fibrat, jo të ulim proteinën, të ulim karbohidratin, atë të keqen, atë që themi, atë që flasim në përditshmërinë tonë, nëse neve balancojmë jo në sasi, po në komponent tryezën tonë, ky është detoksi më i mirë që ne mund t'i japim jetës tonë. Adelaida jo në drastike 3 ditore, 7 ditore, se jeta nuk është as 3 ditë as 7 ditë. Adelaida e tha pjesën që tek dieta drastike ajo nuk është, pra nuk i pëlqen kjo pjesë që të thotë stop. Por unë dëgjoj njerëz tani për shkakun që e kanë filluar janarin duke konsumuar vetëm një vakt në ditë. A është e shëndetshme kjo sipas teje? Është një shok për trupin, sepse ka shkuar nga një gjendje që ka konsumuar traumatike. Shumë traumatike, pastaj kalon gjë psikologjike, do të rritet kortizoli, do të shtosh dhjamët e barku. Dhe disa thonë si ka mundësi që po konsumojmë pak, po barku ndonjëherë shtohet fryhet më shumë. Edhe është kjo pjesa e balancimit. Pra, domethënë hanë më pak dhe barku ju fryhet më shumë. Në qoftë se ti nuk ke aktivitet fizik, edhe këtë balancën pa diskutim që aty shkon. Po edhe për të përshkëngjitur pjesës detoksit, shikoj disa që bëjnë këto çajrat, pinë këto çajrat ose konsumojnë edhe më shumë ujë, por
pjesa më e rëndësishme është që ti të ndryshosh edhe mënyrën të ushqyerit pastaj. Jo të jesh po me të njëjtën mënyrë ushqyeri, të bëjnë edhe detoks dhe thon pastaj pse jam akoma i fryrë se kanë atë fryrjen nga ushqimet jo të mira. Po disa që zgjedhin që edhe të shkojnë palestër, por edhe të konsumojnë vetëm këto çajret ose vetëm ujë, vetëm lëngje, pa ushqim. Muskuli do ushqim, do protein, do karbohidrat, do yndyrnat e mira, i do të gjitha, domethënë. Ti duhet të ushqesh sipas aktivitetit ditor që ti bën. Nëse ti do konsumosh 500-600 kalori në palestër, ti pa diskutim që duhet i zëvendësosh ato. Po, sigurisht. Sepse ose do biesh nga pesha, sepse njerëzit kanë gol të ndryshëm. Dikush do të shtoj peshë, masë muskulare, dikush do të dobësohet. Domethënë secili duhet gjej atë balancën që i duhet për golin që ai ka. Nëse atij do i duhet më shumë të rrisi masë muskulare, do konsumoj më shumë proteina. Patjetër. Nëse do të uli peshë, duhet të eliminoj më shumë karbohidrate. Sigurisht. Po ndërkohë ata persona që vinë pas festave, edhe vinë edhe fillojnë për herë të parë palestrën, pra nuk kanë pasur ndonjëherë kontakt me palestrën më përpara, me aktivitetin fizik. Sa e rëndësishme është që ata të jenë të kujdesshëm me abuzimin që mund të bëjnë mbase, sepse mund mos të jenë kontrolluar në ambientet e palestrës. Ke shumë persona që vinë dhe duan që brenda një jave të heqin gjitha kilet. E kupton, dhe i kthehet në një stres pastaj edhe në një problem të shtuar për trupin. Shiko, ka disa gjëra. Nëse është një njeri që ka filluar për herë të parë palestër, ai nuk dit as të stërvitet, as të ushqehet. Do të thënë, mënyra se si ti do stërvitesh, në mënyrën se si ti do stërvitesh, ndërtohet edhe plani ushqimor. Këtë gjë bëj me klientët e mi, se varet se si ushtrohesh atje. E para, ushqehen gabim, sepse ai mund thotë që mund të konsumoj 1000 kalori ditore, por varet çfarë janë ato ushqime. Varet çfarë ore i konsumon ato. Shumica mund thonë që ti nëse konsumon 1000 kalori, okay, mund t'i konsumosh edhe në 12 natës. Unë nuk jam fare dakord me këtë pjesë, sepse trupi në ato orë duhet bëj fazën e gjumit, që janë fazët e gjumit REM, deep sleep, që ty do të rikuperojnë deri në mëngjes, edhe i duhet pushim stomaku. Domethënë nuk duhet punoj stomaku me 100% e vet në ato orare. Kështu që për mendimin tim, një njeri që do të bie nga pesha, maksimumi ora 6-6:30 konsumoj vaktin e fundit dhe të jetë një vakt shumë i lehtë, që edhe trupi të funksionojë shumë mirë. I tipit, për shembull, një vakt. Zakonisht një kos me fara chia është perfekt. Është perfekt. Mund të mbajë gjithë darkën deri të nesërmen në mëngjes? Në qoftë se insulina është e ulët, nuk e ke shumë problem, nuk do t'japi shumë oreks. Nëse insulina është e lartë, që vjen pas këtyre ditëve që ke konsumuar shumë ushqim, do jetë pak problematike. E qartë, pra vjetë re... Po pas 2 javësh nuk është shumë problem, se bie insulina dhe nuk e kanë shumë problem në pjesën e oreksit. Aman, ka një konfuzion të madh, sepse duke sikur ushqimi në fund vit, njerëzit e kanë zgjedhur dhe kanë konsumuar dhe kanë abuzuar pak, se janë ndjerë më të lumtur. Po kjo lumturi, a ju kthehet më pas këto ditët e para të janarit me këtë depulesën, imuniteti, depresionin ndoshta, dhimbjet e kokës, irritimet? Do thoja që është një lumturi bumerang. Brenda vetes tonë. Lumturi që nuk zgjat. Lumturi e shkurtër dhe lumturi me pasoja. Sot po jetojmë në insulinorezistencë. Do të thotë që ne të gjithë fëmijët, të gjithë prezi i ri, fëmijët që nga 5 vjeç e lartë, nëse të gjithë i marrim dhe i bëjmë analiza, do shohim një përqindje shumë të lartë në insulinorezistent. Kur janë fëmijët, çfarë bëhet me moshat e tjera? Kurba metabolike është çdo 8 vjet. Çdo 8 vjet trupi fillon dhe bën atë rënje, atë plakjen brenda vetes së tij. Dhe është bukur që ne organet tona t'i mbajmë sa më të reja. Është bukur që moshën tonë metabolike, por jo me dieta drastike, ne ta mbajmë bukur. Nuk themi dietë, themi regjim, është përditshmëri, është jetesë, është vetë qenia. Po a kemi plakur ne në fundjavë organizmin tonë? Në fundjavë, në fund vit, se fundjavë era. Individi, unë personalisht jo, për 50 vjeçare jam 10 vjet më e re brenda metabolizmit tim, kështu që unë jetoj bukur se kam përdit fundjavë. Se unë njoh vajza që janë 20 e pak vjeç edhe kur kam bërë këtë testin e kësaj ose këtë analizën e moshës së metabolizmit, kanë rezultuar si 50 vjeçare. Patjetër. 20 vjeçare. Dhe duket pak e frikshme. Nga ushqimet që jo, ndjes, jemi të abuzuar nga pjetë energjike. Jemi të abuzuar nga pijet me gaz. Jemi të abuzuar nga
ngjyrat e supermarketit dhe ngjyrat e fast foodeve. Është mjerisht për ditët që jetojmë, që kemi mundësi për gjithçka, të jetojmë vetëm në bazë të reklamave. Nuk mund të jetoj brezi i ri pa tryezën e shtëpisë. Nuk mund të jetoj një anvis, një nënë e re, të jetoj thjesht me faqe Instagrami. Absolutisht me reklama të televizionit, nuk jam kundra, por njeriu në fund të fundit jeton për veten e tij. Po sigurisht, okay. Jemi në televizion, duhet të bëjmë ato çka duhet thënë, e vërteta duhet thënë. Prandaj ne gjithmonë jemi përpjekur që të marrim specialistët, ekspertët, njerëzit që janë, për shembull, ju jeni në kontakt të përditshëm me njerëz të tjerë, me ata që ndiqnin, me ata që duan që të përmirësojnë shëndetin, trupin e tyre, sepse është një komponent shumë i rëndësishëm ky që ti të kesh njerëzit e duhur për ta dhënë informacionin e duhur, sepse përthithja atje jashtë është më e lartë dhe duket sikur keni përgjegjësi akoma më të lartë dhe më të madhe sepse ju shikojnë, vëmendja është tek ju. Shiko, ne atë muhabet po bënin në prapaskenë që tani normalisht po dalin shumë njerëz, shumë instruktora. S'është nevojë të jesh vetëm viral, pra. Puna është që në 10 veta tani 9 po bëhen instruktora dhe kjo nuk është gjë e keqe për ne, është gjë e keqe për individët që janë fillestar, nuk kanë fare informacion dhe pa diskutim kur shikojnë disa video virale, bazohen te ato, i duken të pëlqyeshme, edhe ndonjëherë e justifikojnë edhe veten sepse mund të thonë, shiko, se ky më tha që mund të ha një çokoladë në çdo orë të ditës. Dhe ndonjëherë i thon vetes, okay, që ka gjë e mirë kjo. Por shikojnë më pas që nuk i rezulton ashtu siç kanë dashur ata. Kështu që ndonjëherë kjo ka një kosto nga mbrapa, edhe për një trup të bukur, për një shëndet të mirë, se unë nuk e kam vetëm te trupi. Puna është si do funksionojë shëndeti nga brenda, si do funksionojnë të gjithë organet. Ti mund të kesh një trup shumë të bukur, por brenda mund të jesh i kalbur. Domethënë, është gjëja që ndodh pothuajse për ditë me bodybuilderat që vdesin për ditë, kanë trupin shumë të bukur nga jashtë, por nga brenda zemra tyre, mëlçia, veshkat janë në fund të jetës dhe pa për shkak të substancave të ndryshme që ata i kanë. Jo vetëm nga ajo, po duhet dini edhe se sa më shumë ushqim që të konsumosh, trupi nuk është krijuar që të shkojë në 120 kg, 130 kg me masë muskulare. Natyra, Zoti na ka bërë që të kemi një trup të shëndetshëm, prandaj është BMI-ja. BMI-ja tregon se cila duhet të jetë pesha jote optimale për trupin tënd. Edhe unë do të thoya që një nga sekretet e jetës për të qenë të shëndetshëm dhe një jetë gjatësi është të gjenë peshën ideale. Gjej peshën ideale dhe perfeksionoje. Zakonisht në bazë të gjatësive të ndryshme, sa këshillohet që të jetë pesha? Ka një proporcion të rregullt. Sipas asaj që ka një formul, do thoya për shembull nëse një njeri është 180, djalë ky, sepse varion, djali dhe vajza kanë masë muskulare të ndryshme. Një djalë 180 të jetë nga 70 kg deri 78 kg është optimale, por prap varion sepse varet nëse është një njerëz që merret me aktivitet. Po, masë muskulare apo po, sigurisht. Na keni bërë neve, po bëjmë edhe ne me këto terma. Mendoj që duhet jemi të gjithë njerëz që të merremi me aktivitet. Po, sigurisht. Kështu që është gjëja më e mirë për gjithë. Sepse më kujtove BMI-n dhe në fakt njerëzit harrojnë që kur shkojnë të bëjnë këtë matjen ose peshohen, nuk e marrin parasysh atë BMI-n se çfarë thotë informacioni. Sepse në peshorë të paktën tani këto që janë akoma elektronikët më të mira zakonisht tregojnë që BMI nëse je është detyrë e farmacistit, nëse bëhet matje në farmaci. Po pra, në farmaci që del BMI-ja dhe është detyrë e çdo individi që merret me matjet metabolike që të shpjegojë detaj se çfarë është çdo gjë e shkruar. Do të thotë që siç u tha dhe pak përpara, pesha kockore ka të bëj, pesha muskulare ka të bëj. Mos harrojmë që jemi ujë, por mos harrojmë që kemi edhe djam. Të gjitha këto. Jam dakord atë Lajda, po ne kur shkojmë në farmaci dhe ka një lloj në thonjë arrogancë secili që shkon, do të peshohet edhe tiki, nuk do fare as ja japi shpjegimin farmacisti. Por edhe duke qenë një pjesë edhe kanë turp kur peshohet. Kanë edhe kompleks, pra, kanë edhe kompleks, që sa kam vajtur. Kështu ka disa komponentë që ndoshta nuk ja lëm dot edhe fajin as atyre, sepse mund të kenë këtë. Jo, tash duhet kërkuar. Po pra pikërisht. Jemi ne, po nuk nëse kërkojmë ose kemi kompleks ose nuk duam.
nuk duam. Është thjesht nuk duam. Ndërgjegjësimin e kemi në përqindje shumë të ulët. Po, e vërtet. Ndërkohë, për ndarë tek shëndeti, ti e the pak më herët që një ndër dëmet që është bërë trupit më i madh është ajo zorës së trash. Kjo për shkak të shumë komponentëve që ne kemi futur në trup, shumë elementë ushqimor dhe ushqyes. Dhe si një trur i dytë, zora e trash, si mund ta sjellin në gjendjen e saj optimale, me ndoshta një çaj, një produkt, një aktivitet, një ushqim, një masazh. Së ndalëm tek masazhi. Ashtu, së pari ushqimi, së dyti probiotikët dhe prebiotikët, në cilat ne i marrim në bazë ushqimore. Dhe sa duhet të jenë, sa duhet ta kenë vlerën? Nuk është puna sa është vlera, se vlera është individuale. Jo them sa milion, bilion... Tani, në bilion dhe flasim dhe në milion flasim gjithmonë në bazë individuale. Do të thotë që në bazë të një infeksioni, në bazë të 2-3 baktereve që sot po të gjithë po dalin me mbi vendosje bakteriale. Dhe prandaj kemi këto të famshmen sëmundje autoimune. Kemi një helikobakter që na shoqëron, kemi një kandid që është në përqindje shumë të lartë, kemi një amidon, kemi atë niseshten udhëtar të jetës tonë. Po. Duke qenë që personalisht mere me burimin dhe me shkakun e patologjive, gjë e parë që çdo individi ose pacienti, unë i delegoj analizat. Dhe janë analizat, nuk ka gjë më të bukur se sa analiza e digestionit. Ne shohim tretjen ton, shohim yndyrën ton, si rje përqendruar, mund të mos përdorim shumë yndyrna, por tretja, përthithja, fermentimi është baza. Kur ne nuk e tresim një ushqim, absolutisht na duhet të shtojmë probiotik, na duhet të shtojmë prebiotik, na duhet të shtojmë ushqime antioksidant. Na e ka dëmtuar mishi i zorën e trash? Mishi i skuqur, mishi i përpunuar? Ne mbi marrim mish. Njeriu nuk është bërë të marrë 300 gram mish në ditë, 400 gram mish në ditë. Pse? Janë ushqime bazike dhe janë ushqime që pësojnë kalbje brenda zorës tonë. Unë njoh njerëz që konsumojnë edhe 1 kilogram. Absolutisht po. Jam unë një nga ata. Absolutisht po. Por 1 kilogram. 1 kilogram? Ai 1 kilogram. Por varet... Do ta shpjegoj besoj këtë. Varet çfarë aktiviteti ke. Dhe jo vetëm, varet se si shoqëron dhe atë 1 kilogram, por gjithsesi 1 kilogram mish, njeriu nuk është krijuar mish ngrënës. Do të thotë që 1 kilogram mish, sa do të palestroheni, sa do të ushtroheni. Varet edhe me çfarë konsumon. Për shembull, unë ditët që konsumoj vetëm mish, nuk konsumoj asnjë gjë tjetër, as karbohidrat, asnjë gjë. Dua thjesht proteinë të pastër, edhe madje edhe bie nga pesha nga kjo, sepse po, dhe cekëm pak më përpara, do të thotë që nëse ne marrim proteinën shtazore të pastër si proteinë shtazore, tretja është më e lehtë, fermentimi gjithashtu. Por nëse ne e shoqërojmë, ka dalë një mod tani me miellin e misrit. Mielli i misrit ka vlerën glicemike ka më të lartë se çdo gjë. Po, edhe me gjalp, edhe me djathtë. Absolutisht, por kemi edhe një gjë që misri brenda vetes, në moment që kemi lagështi, ose zora lagështika, është komponent ushqimor që kërpullizohet, njësoj siç mund të marrim ushqime të tjera që krijojnë kërpulla. Do të thotë që shtojmë insulinë rezistente, shtojmë kandidën, neve jetojmë në inflamacion. Dhe pastaj themi përse kjo rini është në depresion, përse jetojmë në panik ataku, të gjitha bëhen nga dora jon. Nuk të vjen paniku i atakut nga Perëndia, nuk të vjen as nga shkenca, të vjen thjesht nga çfarë i japim zorës tonë në përditshmëri. Ndërkohë, Emil, te pjesa e mishit, për të rikthyer edhe një herë atje, sa është aktiviteti jot fizik gjatë ditës, pra sa harxhon ti kalori gjatë ditës që përmban, le të themi që e bën atë balancën që edhe konsumon 1 kilogram mish? Po varion, sepse ka ditë që shtoj më shumë kardio, ka ditë që bëj me pesha më të mëdha, edhe varet sa kalori ti harxhon gjatë ditës. Ka ditë për shembull që unë thjesht servis musujt e vegjël që quhen biceps, triceps, supet, që janë musuj që nuk kërkojnë shumë energji dhe pa diskutim nuk është se ke nevojë për kaq shumë konsum të lartë të proteinave shtazore. Por në momentin kur ti bën servitje këmbët, për shembull, që është një muskul shumë i madh, pa diskutim që ato duan goxha energji, edhe të marrin proteinë të pastër është akoma më mirë. Domethënë unë unë jam fare të proteinat që mund të merren, proteinat e jashtme që janë me suplementet, me këto të plur. Edhe në momentin shtesë, po shtesë është ajo, por prap
kam rezervat e mia edhe aty, sa aty mund t'i hedhin disa përbërës të tjerë dhe rritet niveli i proteinës artificialisht. Kështu që asnjë nga ne nuk i ka bërë analizat se çfarë ka ajo në të vërtetë. Ne thjesht dim çfarë shkruhet aty në label edhe thjesht e besojmë. Kjo është ajo, se të gjithë thonë që shiko se kjo është e mirë, e pastër, po kush ja ka bërë analizën në të vërtetë asaj proteinës se sa e pastër është ajo? Pra ti zgjedh më mirë ta marrësh natyrale se sa ti besosh. Pa diskutim që po, sepse natyrale ti je 100% i bindur sepse ajo proteinë është e saktë. Nëse në label ty një proteinë shtesë do të thotë që është 30 gram, ajo nuk mund të jetë 30 gram, ajo mund të jetë 10 gram, i hedhin disa përbërës të tjerë, edhe niveli i saj shkon artificialisht 30. Një diskutim që ty Adelaida në fakt në rrjetet sociale filloi të marri pak kohë. Dëgjoj. Ne jetojmë për show. Ne jetojmë për mod. Kështu që sot nuk kemi ushqime të sakta. Sot kemi problem me ushqimin bazë, me atë çka ne jetojmë. Sot kemi problem me frutat perimet në pesticide. Sot kemi problem me proteinën shtazore, me mishin në hormone. Ja, pra se ti thua që hanin frutat e perime, ndërkohë ti del aty jashtë, frutat e perimet janë pesticide. Patjetër. Kështu që sa siguri mund të kemi në proteinat shtesë që janë sintetike, e para, që nuk dihet asnjëherë kur një proteinë shtesë ka vezën, ka sojën, ka proteinën e mishit, ka proteinën e fasules, ka proteinën e legumeve, të thjerëzave, të qiqerave, përse nuk marrim një dorë qiqera dhe t'i ham? Përse nuk marrim ato fasule të kthejmë në forma më të ndryshme. Pra ta bëjmë dozë. Këtu do rrim. Ajo fasulja që harova ta thoja atë salcën me fasule për ditën e Krishtlindjeve, ne marrim në shumë versione. Do të thotë, personalisht jam pro legumeve, duke qenë që jam jo shumë simpatizante e mishit. Fasulen e kemi në gjell, fasulen e ke në salat, fasulen e kthen në pate, e kthen në salcë. Dhe është një burim proteine që në mëngjes erdha sot, mora avokadon, mora paten e fasules, atë salcën e fasules, dhe era të flas me ju. Dhe këtë ushqim mora dhe arrat e mia, dhe çajin tim. Do të thotë që unë me këtë ushqim jam më se bukur në ditën time të flas 12 orë në ditë. Nuk kam nevojë as për suplemente shtesë, nuk kam nevojë as për proteina shtesë, nuk kam nevojë as për të marrë komponente që janë në bazë sheqeri, siç është një kruasan, siç është një kek, siç është një biskot, siç është ajo feta e bukës që sot nuk ka miell. Nuk është i sigurt mielli, jo më tjetë produkt. Pa aty do rrim prapë nëse do rikthehemi sërish, po thjesht do kemi një shkëputje shumë të vogël publicitare.
Jemi rikthyer, do të kemi edhe nga diçka shumë të shkurtër nga Adelaida edhe nga Remili, për të ditur se çfarë duhet të bëjnë personat, një përmbyllje pra, sepse janë stresuar dhe stresi ndoshta e bën atë fryrjen e vet akoma edhe më tepër. Pra, në rast të parë, ti themi qetësoni dhe merreni veten në kontroll duke pasur gjithçka të dur, atë bazë që ne mundemi tek ushqimi. Pra duke hequr ato që kemi abuzuar dhe duke mbajtur çfarë, cilat produkte. Na bëj një kështu me produkte që ta mbyllim. Njeriu është psikosomatik. Po. Trupi smur mendje dhe mendja trupit. Me një ushqim të mos balancuar, me një ushqim kur ne nuk njohim trupin ton, patologjit tona, infeksionet tona, sëmundjet tona, nuk mund të dim asnjëherë. Nuk jam pro analizave të vrapojmë, të bëjmë analizat të shumta, pa ditur fare se çfarë bëjmë. Po, e vërtet. Duhet të bëjmë ato çka i duhet trupit. E thash edhe pak më përpara, analiza më e bukur është analiza e digestionit. Aty shikojmë tretje, fermentimin, përthithjen ushqimore. Po më bëj një klasifikim të produkteve që mund të konsumojmë, të paktën këto ditë. Uroj të jemi në të njëjtin mendim, grurin të mos eliminohet, por të ulet, mielin e misrit, të keni shumë kujdes. Proteina shtazore, jo për ta eliminuar, për ta kombinuar bukur. Pijet me gaz, pijet energjike, sheqerin. Sot çdo gjë ka sheqer. Edhe ajo fruta është fruktozë, por që kthehet në sheqer, dhe perimet në momentin që ne, se jemi Ballkan, po nuk skuqem, nuk dim të gatuajmë, dhe kur zihen përsëri vlera e sheqerit rritet, të rrim sa më shumë në ushqime të pagatuara, në ushqime që janë sallatrat, ne i kemi në pafundësi se jemi vetë në stilin e tillë që ka tregu gjithçka me pesticide. Po, me pesticide, por në të njëjtën kohë kemi diçka. Gjithmonë ushqimi alkalin është më i kollajshëm për të dalë nga metabolizmi. Del më kollaj nga lëkura, nga jashtëqitja, nga urinimi, nga djersa etj. Nga frymarrja po ashtu. Të eliminojmë sa më shumë ushqimet e përpunuara. I larg fast foodeve, larg pjeneve energjike. E cek jashmase se sot fëmijët po jetojnë vetëm me bidona plastik dhe me ato pjetë energjike dhe janë mosha shumë të vogla. Flasim janë 10-12 vjeçar që sot jetojnë me pije energjike dhe me pije me gaz. Edhe Remil, diçka të fundit për gjithë njerëzit që t'i drejtojnë palestrave duke filluar nga dita e sotme, pse jo, se vjera është shumë afër, pastaj kujtohen në qershor edhe aty s'ke më çfarë të shpëtosh. Se thonë një po mes jave nuk niset. E kanë gjithë që duhet fillojnë të hënën. Por italiani thotë, nëse thotë të hënën italiani, i bie që nuk do të fillojë asnjëherë. Asnjëherë. Kështu që ajo që mund të rekomandoja tani, le ta marrin ngadalë. Domethënë, mos të shkojnë direkt te ngritja e peshave. Të fillojnë një herë me kardio. Të bëjnë për ditë nga pak kardio, që edhe muskujt fillojnë edhe aktivizohen, sepse të gjithë kemi pas minimalisht 10 ditë ose 7 ditë që kemi qenë pa palestre se kanë qenë mbyllur. Kështu që çfarë sugjeron më shumë, ecjen malore apo vrap të lehtë? Varet, po çfarë do rekomandoja, sikur të bëni një ecjen malore që mos t'i japin trupit edhe shumë presion, një ecjen malore me incline te 6 minimalisht, edhe një ecje me shpejtësi 4.5 është perfekt dhe ka të bëj shumë koha. Deri në 20 minuta ti nuk djeg dhjam, ti djeg sheqer në pistë. Pas 25 minutash ti fillon edhe djeg dhjam. Dhe duhet jetë edhe një gjë që është shumë kryesore. Unë zakonisht e shikoj te klientët, është frymarrja. Frymarrja të djeg masë dhjamore. Kështu që nëse është një frymarrje shumë e rënduar, dije që ti nuk po djeg masë dhjamore. Duhet të rregullosh frymarrjen. Duhet të rregulluar frymarrja. Duhet të jetë një frymarrje si ta kontrollojnë. Është pjesa që nëse ti je i aftë të bësh komunikim me një njeri, ti po djeg. Domethënë, nuk do të jetë shumë presion edhe për trupin, sepse lodhen edhe të gjitha organet. Do të thoja vetëm kjo është perfekt. Incline-i. Shumë teknikë e bukur. Kjo është e gjitha. Faleminderit shumë. Jeni patjetër një dyshe fantastike. Faleminderit shumë. Dhe ne jemi shumë të lumtur që përpos që ju kemi të ftuar, i kemi edhe miq, dhe i kena bën akoma më të. Faleminderit.